çfarë bëhet në PD, çfarë thot Lul Basha, çfarë thot Agron Shehaj dhe nuk u morën 4 vite, nuk jam thirrur një herë çfarë po ndodh me qeverisjen. Çfarë është çështja inceneratore? Nuk më ka pyetur kush, edhe kur unë nisja thonë mos dil nga tema, ose të kapte ai opinionisti tjetër të fuste ke tema e konfliktualitetit dhe akoma do merrini me PD-n, gjithë media do merren çfarë ndodh ke PD-ja. Fajin e ka PD-ja, fajin e ka Sali Berisha. Të rregullohen gjërat, fitoj. Se opozita është e rëndësishme. Jo PD-ja, fitoi qytetari. Dhe ai që ndjen veten një shoqëri opozita është shtyll shumë e rëndësishme. E di çfarë koncepti gabuar, mos ma bëj këtë koncept pas të ti. Mos ma bëj, po pra fiton qytetari, sepse ju e bëni si, domethënë ju zhvendosni dhe krijoni një normalitet rrem. E keqja bëhet normalitet duke ne. Që është një palë që sulmon votën, dhe është brenda kalase, kam thënë dhe kjo është majoranca, ajo përdor gjithë arsenalin arve. Është edhe një tjetër që do ty ke kalaja, po nuk e lën se po pse më kështu janë garat zgjedhore. Nëse ne konceptojmë kështu, atëherë. Tani ju thoni e vërteta është azgjësimi i votës, po nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Atëherë, lëreni këtë që s'keni çfarë t'i bëni. Vetë rregullohuni se mbase gjeni një mënyrë për ta mposhtur. Pindaresk të situatës. Po të them që boll janë marrë dhe merren në mënyrë qëllimshme, se po tregoj këtë që nuk është e rasti që shumë media fokusojnë ç'do do bëhet tek PD-ja, do largohet Berisha, duhet largu Berisha, thot XY. Jo, janë vjedh zgjedhjet. Ky është alarmi. Është alarme. Do bëj analizën PD-ja, do maj përgjegjësi dhe Luciano dhe gjithë tjerët si drejtues qarqesh për rezultatin që ne e debatuam bashkë dhe për rezultatet e tjera. Normal në një organizim politik ekzistojnë këto në gjitha nivelet. Ka probleme organizative, po më ka, do mundohemi që të reflektojmë, por s'pari të zgjidhim këtë çështje, se kjo është ajo pastaj që i jep kuptim gjithë çështjeve tjera. Pas zgjidhur këtë ne, e ke zgjidhur ndonjëherë? Po ja pra ja, me këtë pjesën e këtij, se kemi zgjidhur dhe duhet bëjmë fatalitet? Po si do ta zgjidhësh pra? Po, luftëtar është ai që vazhdon luftën. Se ç'është kjo, bim fatalitet, ti dorëzojmë armët, ne themi. Ai merr mandatet e një pas njëshme dhe ju vazhdoni luftën. Po sigurisht më do e vazhdojmë. Se për këtë tallni Lulzim Bashën dikur. Pas ka pas të drejtë shkretit. Jo, ai tha beteja mos na krahaso sepse doni. Beteja vazhdon, lufta vazhdon. Po, e di si shpuna tani po përdor retorikën e atyre mediave që unë i cilësova, që unë shpresoj që ju mos bëni spaku një moment pjesë, se zakonisht edhe ju bëhemi shpesh. E bët meme ju këtë. Jo, është meme ajo. Dhe ne po themi, po tashi Ediona, ta mbajmë logjikën atje ku duhet në lartësinë e dur dhe ta lëmë emocionin dhe qëllimet. Unë po them, si do ta zgjidhni pra? Atëherë, çështja jonë, ne kemi qenë shumë të qartë në qëndrimet tona. A kërkuam disa muaj qeveri teknike dhe në gjitha mediat na thoshim që doni ju qeverinë teknike, pse duhet qeveria teknike. Pastaj u hoqë dorë fare. Dhe një herë tjetër, po kishte afate më brenda këtij afati se kur hyn proces zgjedhor, do merresh me zgjedhjet, nuk do merresh me atë që iku. Dhe ne kemi ndjek gjithë hapat, paralajmëruam gjithçka dhe ka një pyetje. Shoqëria është e kompozuar nga shumë element, nga partitë politike, edhe nga media, i konflikti që thatë ju, edhe nga media që lozin një rol pothuajse barabart me partitë politike, në opinione, në orientim vote, në gjitha. Ka shtresën elitare që këtu ne ka shumë pikë pyetje, kush është elita, sa elitë është. Ka shtresën e mesme, por këtu nuk ekziston, se është shtresa e shprehjes lirisë, një demokracie, që do thotë që nuk ka. Është një shtresa që ka probleme të thella ekonomike, ajo që manipulohet, thash ke buka e gojës, është logjike që një qeverisje e let varfër dhe orienton pastaj. Dhe gjitha këto shtresa, kur ka një rrezik të përbashkët, unifikohen. Nëse ai që vuan për bukën e gojës, shef që media është kundër partisë politike, që mbron një interes që është dhe ati, normal ai pozicionohet gabimisht. Dhe sot është momenti për t'i lënë gjitha këto pas dhe për t'u marrë momentin e dur dhe me analizën e Partisë Demokratike, por gjithë zërat pavarësisht vokacioneve tyre, të majta apo djathta, mediatike, pavarësisht vijave editoriale që kanë ndjekur, duhet të fokusohen në këtë pikë, sepse përsëritja e një pushteti të tillë, i cili është faktuar që është i korruptuar, është faktuar që ka bërë gjithçka në emër qëllimeve personale të grabitjes pronës, në emër të fuzionimit me krimin e organizuar, në emër të instalimit në Shqipëri të antivlerave. Këtë përsëritet dhe të vazhdoj. Jo kemi dëgjuar, i kemi përjetuar. Mund t'i dëgjosh edhe nuk të ndikojnë. Kur ty të ndikojnë lëkurën tënde, atëherë
ti duhet bësh solidar në emër sepse triumfit të këtyre vlerave, sepse media në thelbin e vet, unë respektoj shumë median dhe jam pjesë e saj sepse për shkak profesionit vazhdoj jap edhe leksione shumë të bukura për median, por që ngelin vetëm nivelin e leksioneve, se në momentin që studentët bëhen gazetar, janë në thundrën e vijave editoriale apo të partive politike, dhe këta njerëz që kanë lëkurë dhe jo vetëm e dëgjojnë, ata duhet jo të bëhen kundërshtar, unë s'po them kundërshtar, se pastaj merr ngjyrim politik, jo, të artikulojnë atë që është e vërtetë. Pra, nëse ne sot kemi kaq fakte, tani të t'jap një paralele, nëse kemi kaq fakte, ta gazetar ju thoni janë në ndikimin gazetarët janë linjës editoriale është po si puna juaj që nuk dilni dot nga rreshti i Berishës. Këtu hyn partitë politike, janë organizime që kanë disiplinën e tyre dhe rreshti i Berishës nëse është rresht që ka vlera, unë do heci me atë deri në fund, dhe përderisa ka vlera do heci me atë deri në fund. Të mos bësh ja pas, të mos reflektosh, prit ku shkoj, domethënë ku nuk shkoj, po sepse është ai. Ju jeni në unison. Jo, jemi në pse kjo ju shqetëson juve se ne mbrojmë vlerat. Nuk shqetëson. Po unisoni jon është bashkim në bazë të atyre të vërtetave dhe vlerave që mbrojnë. Dhe unë këtë po kërkoj edhe nga pjesa e medias, sepse duket sikur po ndërtoj përballje. Jo, nuk kam as konflikt as përballje. Unë du reagim dhe reflektim. Për çfarë? Për të vërtetën, asgjë më shumë. Deri tani aty, pas këtij rezultati në PD, askush nuk e kërkon largimin e Berishës? Nëse do ishim në një moment që PD-ja do kishte bërë blerje vote, unë do kërkoja të njëjtën gjë. Dakor. Po dakord, por se edhe reagim nga media. A ka në PD aktualisht? Dhe një herë, këto janë gjëra. Zëra që kërkojnë largimin e Berishës? Këto janë gjëra që janë më pak të rëndësishme se çështja që kemi përpara. S'dua të shmangem fare as debatit as gjë. Unë jam jo se unë ditë bëj vetëm një punë dhe drejtohem tek ajo dhe s'ditë bëj punë të dytë njëkohësisht. Por çështja themelore dhe marrja kuptim e çdo lëvizje brenda PD-s, me çfarë do lloj argumenti ka kuptim kur rregullohet procesi zgjedhor dhe ka vlerë kuptimi i votës. Jo sipas kërkesës BE-s që të bëjmë reformë zgjedhore të përsëritur tallse, por në bazë të marrjes masave të rëndësishme për ata që kanë kryer krim zgjedhor. Sot në Shqipëri është bë krim zgjedhor. Po Dashamir Shehi, kryetari i një partie shumë të vogël edhe dha dorëheqjen marr përgjegjësitë. Dashamir Shehi, unë nuk e di, domethënë. Edhe këtu do gjesh diçka. Jo, ti po kërkon që unë gjej diçka. Po të jap një shembull që Dashamir Shehi mori dhe përfaqëson 500 vota. Edhe unë po të përfaqësoja 500 vota do jepja dorëheqje. Është normale në politikë. Po nuk mund t'jap dorëheqje se përfaqësoj 520.000 vullnete. Si mund t'japun dorëheqje? Jam 520.000 vullnete. Pikërisht kur ke përgjegjësi më të madhe, që ka barabart, kjo. Kjo ishte barabart. Po tashi unë kam respekt shumë për Dashamir Shehin dhe përderisa mori 500 vota ka bërë aktin më dur. Ç'lidhje ka? Respekte për Dashamir Shehin. Po demokratët që po kërkojnë 520.000 vota. Të riformatohet PD, të largohet Berisha, që të rikthehen përsëri aty. Po ato demokratë. Si Flutura Açka, Dashnor Sula, Geleda Libej. Mos mynë emra se i kam të njohur, i kam kolegë. Se duket pastaj jo se bëhen lajme Luciano Boçi edhe një herë tjetër. Pra edhe një herë, domethënë thash, hym në emra dhe thuash këtë pjesën, këtë pyetje që ma bën ti, domethënë nuk është e saktë, nuk është e drejtë. Dhe nuk është dhe e ndershme nga ana jote. Po nuk janë demokrat këta. Sepse qenuri demokrat nuk ja ve unë asnjë pullën qenuri demokrat, ja ve aktiviteti tyre, ja ve artikulimi i tyre politik dhe angazhimi i tyre politik. Ku ka munguar angazhimi i Dashnor Sulës, po thap. As kam munguar dhe as kam punuar. Unë s'kam të drejtë ma bësh ti këtë pyetje që unë përcaktoj se kush është demokrat dhe kush nuk është demokrat. Unë jam demokrat, jo se më përcakton kush që unë jam demokrat. Unë jam demokrat sepse ndjehemi tillë, realizoj aktivitet tillë politik dhe artikuloj në favor vlerave. Vendosja ti, domethënë e din vetë ata, nëse ato të thonë jam demokrat, me kontribut në PD. Po atë kanë ardhur këtu, kanë thënë jam demokrat, e kanë pranuar vetë. Unë e pranoj vetë që jam demokrat, s'është frikë me e shpreh. Po e pranojnë ata. Po shumë mirë janë përderisa e kanë pranuar, përderisa e pranojnë. Duan mirën e PD-s. Po si ti nga nisesh që më kupton mua që jam demokrat. Duan të mirën e PD-s. Jo, nga nisesh domethënë. Pse aty aderon prej kohësh. Pse miku im Darsula ka drejtë më thotë mua që jam demokrat, jo, thotë e di vetë Luciano, edhe unë po them e di vetë Dashi, e di vetë Flutra. Flutra unë se njoh sot, njoh vite të tëra. Dhe di vetë Flutra në qëndrimit e saj, në aktivitetin publik. Po mirë, gjithë gabime kanë këta. Jo, nuk është vetëm aktiviteti. Po unë s'kam thënë as një fjalë, pse ti
Ediona të vazhdojmë tek çështja themelore. Jo, më devijo, po më jep një përgjigje këtu. Jo, parimi im politik është që e para punës unë nuk merrem me emra të veçantë politik. Po se kërkon shembuj ti jam e detyruar unë. Unë merrem me qëndrimet politike dhe kur merrem me qëndrimet politike, po ti më thua kush janë këta, unë do të jap emra. Unë thash më kush janë këta, unë thash fare. Me të drejtë do pyesësh ti kush janë këta që e kanë artikuluar këtë kërkesë për shkak. Unë pyeta më përpara se s'po them emrat. Nëse do thuash që tani ka emra që kanë kërkuar largimin e Berishës, janë drejtën e tyre, mund ta kërkojnë edhe të tjerë përpos këtyre. Dhe unë po them, po mund paksohen. Dhe unë po them që këta njerëz së bashku me ne duhet të kenë një objektiv, që e kanë vuajtur në lëkurë edhe në 2021, se kanë qenë pjesë betejave të nisurat sapo nisurat 2021. E kanë vuajtur në lëkurë se si blihet vota në Peqin, në Elbasan, se si rrëmbehet vota, se si patronazhohet vota. Dhe s'pari të zgjidhim këtë gjë, atë pjesën analizës, po kur zgjidhni ju këtë gjë, ai do marrë mandatin e 5. Edhe një herë. Pritje, mirë, nëse nuk ka reagim. Po mirë, nëse s'paska, domethënë nëse që ka kjo laissez-faire nga gjithë, leje se po thash, ai mund bëhet dhe mbret më kështu, domethënë me këtë mbështetje. Po ju po e bëni. Jo, opozita më ajo ka fajin. Po doja, po doja. Jo, unë këtu jam ulur. Po kush po e bë? Jo, unë këtu jam ulur në pozitën e fajtorit, ë? Unë jam fajtori, Sali Berisha është fajtori, gjithë po doja. Jemi fajtori. Po si e ti fajtori? Jo, Rama nuk është fajtor, këtë po them, po e artikuloj kështu në mënyrë figurative. Nuk është Rama fajtor, më. Rama nesër mund bëhet mbret. Prap nuk është fajtor. Jo, nuk është fajtor. Sepse Rama është ai që ka ngritur këtë industri të vjedhjes votës. Ai nuk është fajtor, më ai e bëri, bravo i qoftë. Madje ne i themi bravo ju, domethënë në opinion, se jo unë. I thojmë bravo, shih sa i Zoti, bravo e meriton i Zoti. Çka më merre, ai sulmon votën, atij ti takon ta sulmoj. Ne duhet ta mbrojmë vetëm, nëse mbrojmë, ju jeni fajtorët, ju se mbrojtë dot. Kurse ky ka drejtën morale, ky pas ka drejtën morale. Sa të ketë Berishën përballë, Rama do rri gjithë jetën pushtet. Ti e di shumë mirë këtë fjalë. Morale dhe politike, jo se ato thoshin sa të ketë Bashën, ka ato thon po sa të ketë Berishën. Po mirë, atëherë ju ç'do ka. Dhe sa dali një tjetër, do thon sa të ketë dhe Agrosheja po kështu, sa të ketë Adriatik Lapaj, po kështu, sa të ketë Ilir Meta. Jo më, nuk është kjo. Jo, duhet gjejmë procesin më të mirë. Kjo është që masi vlerat e njerëzve. Që mos ketë subjektivitete të këtilla siç ju i parashtruat. Ketë një proces ku vlera ime tjetë e barabartë me vlerën e kundërshtarit tim. Ku vlera e Ramës tjetë e barabartë me vlerën e Sali Berishës, me vlerën e Agrosheajt, me vlerën e çdo partie të vogël. Atëre po, ka sistem dhe atëre po, hajtë të bëjmë analizën që djejmë ku që duam dhe si që duam. Tashi këtu në këtë, po secili mund të thoj ka idetë e veta, ka ato projeksionet e veta. Çdo njeri prandaj jemi të ndryshëm politik. Unë jam i ndryshëm nga gjithë emrat që përmendët, ata janë të ndryshëm nga mua, nga njëri tjetri.